çaj lidh në të vërtet Trumpin me Putinin sipas jush? Shiko. Se është një lidhje shumë e fortë, është për një gjë fare të vogël kur do jeju në profilin psikologjik të si mund të falen këto krime tash të reja? Në profilin psikologjik të presidentit Trump, ai i pëlqen liderët e fortë. Dhe ka qenë që herë në parë kjo, ka qenë evidentuar në profilin tij që i pëlqente Erdoganin, lider i fortë, pëlqente Putinin, pëlqente pra përveç asaj, në këndvështrimin e presidentit Trump, që ai marrëveshjet, raportet ndërkombëtare i trajton si raporte çështje imobiliare, ai ka shprehur edhe vetë, bile edhe kur erdhi puna për Ukrainën, tha kemi folë në telefon, do flasim në telefon tha për disa territore, për hidrocentrale, pra nuk po të diskutoj puna se do flitej për suverenitet, për integritet, për raporte ndërkombëtare. Pra është një unë nuk du të them, as du t'i besoj atyre teorive konspirative për raportet midis njërit e tjetrit, ato janë pasaj probleme që janë të mediave që i kanë trajtuar, që edhe ne kemi përmenë si më shakë. Që kemi përmenë, por ka një problem, domethënë Trumpi deri tash nuk po rezulton fitus në asnjë nga frontet që ka hapur. As me Ukrainën, as me tarifat, shohim nëse del me marrëveshjen me Iranin. Atëherë, sipas logjikës, duhet një luftë që t'i shplat gjitha. Jo një luftë, duhet një fitore e shpejtë. Një fitore që jep vetëm lufta se. Sepse bursa nuk i ka me vete. Trumpi është edhe e proklamon veten si njeri i paqes dhe bilesionon çmimin Nobel. Bile dhe marrëdhënia me Elon Muskun. Tha se temet e korridorit thonë janë shtorë shumë. Po janë ftohur sepse kur cënu gjepi Elon Musk doli kundër ai. Sa kohë që pushoi nga puna nga 20.000 nga 30.000 nëpër institucione ishte kështu si problem. 20.000 pushojmë ne këtu. Ai ka pushuar mbi 2 milion.